Horoskopi. Dashi. Nesër do të jeni plotë energji dhe do kërkoni të zgjidhni disa çështje që I keni lënë pezull. Në punë mund të keni një bisedë të rëndësishme ose një vendim që ndikon në të ardhmen. Në dashuri mundoni të jeni më të qetë dhe të mos reagoni menjëherë. Demi. Dita do të lidhet shumë me financat dhe shpenzimet. Mund të mendoni për një investim ose për një ndryshim në punë. Në familje do të keni një bisedë që ju bën të reflektoni. Binjakët. Do të jetë një ditë me shumë komunikime, telefonata dhe takime. Një lajm I papritur mund t'ju ndryshojë planet e ditës. Në mbrëmje mund të takoni një person që nuk e keni parë prej kohësh. Gaforja. Pak stres dhe lodhje, por dita do të mbyllet më mirë nga sa e prisni. Mund të merreni me një çështje familjare ose personale. Kujdes me vendimet e shpejta, merrni kohë të mendoni. Luani, një ditë pozitive për punën dhe planet e së ardhmes. Dikush mund t'ju propozojë një bashkëpunim ose një ide të re. Në dashuri pritet një moment I bukur ose një surprizë. Virgjëresha, do të jeni shumë të përqendruar te puna dhe detajet. Mund të zgjidhni një problem që ju ka shqetësuar prej kohësh. Në familje mund të ketë një diskutim të vogël, por kalon shpejt. Peshorja, dita sjell lajme të mira në aspektin financiar ose në punë. Mund të merrni një vendim që e keni shtyr prej kohësh. Në dashuri, dikush mund t'ju surprizojë. Akrepi, do të jeni në qendër të vëmendjes dhe shumë njerëz do kërkojnë mendimin tuaj. Një çështje që dukej e vështirë fillon të zgjidhet. Në mbrëmje pritet një takim interesant. Shigjetari, pak nervozizëm në mëngjes, por dita përmirësohet në vonë. Mund të merrni një lajm që lidhet me punën ose një udhëtim. Mundoni të shmangni debatet me njerëzit e afërt. Britjapi, dita lidhet me përgjegjësi dhe punë të rëndësishme. Një projekt ose plan I vjetër mund të fillojë të japë rezultate. Në aspektin personal do të mendoni shumë për të ardhmen. Ujori, do të keni ide të reja dhe dëshirë për ndryshime. Dikush mund t'ju japë një mundësi ose një propozim interesant. Në dashuri mund të ketë një bisedë të sinqertë. Peshqit, intuita do ju ndihmoj shumë në vendimet që do merrni. Mund të zbuloni diçka që nuk e dinit më parë. Në mbrëmje do të kërkoni qetësi dhe kohë për veten.